Mbrëmjet e së premtes në ekranin e Star Plus do sjellin për ju gjithçka rreth kulturës, artit, librave, filmave, pikturës, skulpturës e shumë temave të tjera, gjithçka në lidhje me kulturën. Kështu që çdo të premte në mbrëmje në ora 21 në Star Plus do ndiqni Star Kult. Do jemi me Star Kult për të folur kështu për disa nga tematikat më të bukura kulturore, qoftë ato lokale, kombëtare, por edhe më tej. Në këtë puntat të parë kemi zgjedhur të flasim për franceskanët. Jam e bindur se kur them franceskanët, secili prej jush kujton Padër Gjergj Fishtën, Nadzef Plumbin, Justin Rota, Anton Harapi e shumë emra të tjerë po kaq të njohur të letërsisë, historisë, por edhe gjuhësisë shqiptare. Në fakt, do ju njohim me një insert i cili do ju bëj me dije shumë pak nga shumë çka ka historia franceskanëve brenda saj. Një insert i cili do ju njoh me bibliotekën franceskane, librarin franceskane, por njëkohësisht edhe me 100 vjetorin e botimeve franceskane. 100 vite më parë në nëntorin e 1916-ës, A. Gjergj Fishta e Ad Vincenc Prendushi do të ngarkoheshin për të sjellë në Shqipëri shtypshkronjën që do të përdorej mandej për botime të ndryshme, më shumë se të religionit, të shqipes së shkruar e dokumentimit të shqipes së folur. 100 vite më pas, një konferencë shkencore e realizuar në Teatrin Ilirikum të qytetit të Shkodrës do të sjellë në vëmendje gjithë çu butua e çu përhap prej saj, e pastaj kontributi në kulturë e trashëgimi, në studime, përkthime e mbledhje të visareve të kombit. Krejt vepra A. Gjergj Fishtës mbetet një kontribut i paqmueshëm, i përjetshëm në formimin kulturor dhe identitar të kombit ton. Historia tregoi se vepra A. Gjergj Fishtës i bëri ballë kohës barbare të komunizmit, e doli e fortë tu rikthy me madhërinë dhe bukurinë e vet në majat e letërsisë e kulturës shqiptare. Informacione të rëndësishme rreth shtypshkronjës franceskane kemi prej At Benedikt Demës, botuar në revistën Hylli i Dritës. Mbasi u dëbun ushtrit malazeze prej vendit ton, komanda austro-hungareze merr ullën prej Vjene për me botu një flotore, ku do të paraqiteshin lajme dhe ngjarje të administratës shtetënore të vendit ton. Komanda ngarkon franceskanët, A. Gjergj Fishtën e Ad Vincenc Prendushin për me prunë në Shqipni shtypshkronjën që do të përdorej për botime të ndryshme. Sigurisht, u prit me gëzim të madh ky lajm prej franceskanëve. Por kishte vështirësitë e veta. Një ndër këto vështirësi ishin edhe problemet ekonomike. Komanda ushtarake dha fonde në formë borxhi për me ble makinerit në Sarajevo. Shtypshkronja mbrini prej Sarajevës në Shkodër, aty ka gjysa e nëndorit të vitit 1916. U instalu në lokalet e kuvendit franceskan të Gjuhadolit në nëntor të vitit 1916. Drejtuesit e shtypshkronjës ishin Oberleutnant Vuki, shqiptar prej kolonisë së Borgo Erizo afër Zarës, A. Gjergj Fishta, Imzot Vincenc Prendushi, At Justin Rota, At Antonin Fishta e At Benedikt Dema. Mbasi vdiq, At Gjergj Fishta, poeti kombëtar, shtypshkronjës ju vua amniti. Me 5 dhjetor u botu posta e Shqipnisë për botimi i parë i shtypshkronjës franceskane. Shtypshkronja ka funksionu deri në vitin 1945. Ajo e mbijetoi luftës së parë e dytë botnore, por nuk mbërriti me rezistu sulmit barbar të pushtimit komunist. Akti i parë që kreu pushteti komunist që mbyllja e liceut e konfiskimi i shtypshkronjës, mbyllja e saj për mos me shtyp libra. Natyrisht të gjitha këto akte barbare shoqënoheshin me arrestimin dhe eliminimin fizik të franceskanëve e të popullsisë katolike. Kështu bllokun çdo aktivitet që franceskant me kursimet e tyre e mbani në lamin e kulturës shqiptare. Fryma e urrëties madhe dhe e hakmarrjes zgjati për 45 vjet në format e saj maqnjerëzore e barbare, të papamen kur një vend tjetër. Me botimet e shtypshkronjës u formsu gjuha shqipe. Doli në dritë historia kombit ton dhe u kriju një fjalor i mirëfillt i terminologjisë teologjike.
Rreth këtyre 100 viteve të shtypshkronjës franceskane dhe që sot paraqitet me shtëpinë botuese franceskane, kemi një shumëllojshmëni botimesh në të gjitha fushat, si botimet karakterit religjioz, letrar, historik, gjuhësor, përkthime e të tjerë. Vetëm këto vitet e fundit, në kolanën e shkrimtarëve franceskan, kemi botu për sparit herë dhe rikbotu një mori veprash me vlerë për kulturën shqiptare. Kjo gjë mund të vërtetohet lehtë në botimin bibliografik me rastin e 100 vjetorit të shtypshkronjës franceskane. Ky botim nxjerr në dritë jo vetëm punën që kryenin franceskanët në kohët e kalume, por edhe aktivitetet kulturore dhe botimet e shumta që po realizohen sot prej provincës franceskane shqiptare. Në këtë shtypshkronjë kanë botuar edhe martirët e kishës që këtë vit lumnohen. Shumë ndër martirët e sotëm që do të shpallen të lumë zyrtarisht me datën 5 nënor, kanë botuar vepra të ndryshme në shtypshkronjën franceskane. Mund të përmendim kryeveprat e Imzot Prëndushit, sidomos në lamin fetar, punimin brillant Fjala e Zotit ndër të diel e ditë feste, letrat baritore, visaret e kombit dhe poezitë e Atë Benardin Palaj, studimet historike e filozofike të Atë Gjon Shllakut e të Atë Ciprianikës e të tjerë. Përveç franceskanëve kanë botuar të shtypshkronja franceskane Dom Lazar Shantoja, Dom Leksi Erdani e të tjerë. Martirët kanë pas krijimtari të karakterit fetar, përkthime e punime personale, por edhe kryevepra të letërsisë shqiptare e asaj botnore, siç janë përkthimet dhe krijimet e Dom Lazar Shantojës e Imzot Prëndushit. Shtypshkronja ka shërbyer edhe për botimet që përtej kishës kanë qenë botimet që kanë ndihmuar në lëvrimin e gjuhës shqipe. Prania e kësaj shtypshkronje, si dhe puna e pakursyeshme e franceskanëve, është themelore në formimin e gjuhës, prozës, historisë dhe etnologjisë shqiptare. Pa punën e madhe të franceskanëve dhe pa botimet e shtypshkronjës franceskane, gjuha, historia dhe kultura shqiptare do të ishte shumë e vorfën në të gjithë shprehin e saj. Sigurisht me shtypshkronjën e tyne, etënve franceskan ju qilen rrugë të reja përmes botimeve të ndryshme, të mbulume me shpenzime të pakta dhe të pavarshme prej kurrkuj. Shtypshkronja, shtypi, faktori i parë i kulturës popujve të qytetnum, shprehte për franceskanët kulturë, largpamësi dhe liri në botime. Prandaj shtypshkronja franceskane simbolikisht shpreh anët thelbësore të identitetit ton kombëtar. Me datën 15 tetor, në Kuvendin Franceskan të Gjuadolit, në sallën e Lirikum, u zhvilloi një konferencë shkencore me pjesëmarrjen e studiuesve të ndryshëm, ndërsa me 16 tetor u zhvillua në Librarinë Franceskane në Shkodër promovimi i librit 100 vite botime franceskane. Mes emrave të mëdhenj të franceskanëve është Atë Gjergj Fishta, për të cilin gjuhëtarja Ledi Shamku thot se i detyrohemi një ndjesë për varrin e dhunuar, ndjesë për gjuhën e ndaluar, ndjesë për njollat mbi emrin e tij, njollat të vjetra e të reja. Së fundmi, studiuesi Nashi Orgaçi ka thënë se ai ka flirtuar edhe me fashizmin. Në 1945, Biblioteka Franceskane Atë Gjergj Fishta ishte një akademi e vërtetë e shkencave, e paemëruar, numëronte më shumë se 20.000 vëllime, ndërsa sot në të janë vetëm 250 libra të rrallë. Me datë 14 nëntor 1946, Kuvendi Franceskan i Gjuhadolit u gjeti rrethuar që në orët më të para të mëngjesit. Duli i kishte marrë në dorëzim çelësat e kuvendit, jo vetëm të hyrjes së daljes, por edhe gjitha zyrave, ashtu arkivit, muzeumit, bibliotekës, odës muzeum të Fishtës, ku ai merrte si paxhëtker stilografat, lapsat e tjera, kinkaleri dhe i mbante në xhepin e gjoksit me kreni. Nuk vonoi shumë, e mbas 3-4 ditësh, u zhvillu një aksion i madh i drejtuar nga oficera slave shqiptar për bartjen e të gjithë dokumentave arkivale. Një kamionçin gjatë gjithë ditës së natës mbarte prej Kuvendit Franceskan në një drejtim të panjoftun të gjithë librat e gjetur. Në këtë ditë u shkatrua edhe Oda Muze e Fishtës. U bartën barbarisht të gjitha dorëshkrimet e tij në atë kamionçin që shkonte e vinte pa pushim. Këto që ditët e fundit Kuvendit Franceskan. Sipas rrëfimit të Atzef Plumbit, kështu u rënua Kuvendi Franceskan. E bashkë me të, biblioteka e ndërtuar në 1878. Sipas një dorëshkrimi të Padër Daniel Gjeçaj, në vitin 1945, numëroheshin më shumë se 20.000 vëllime.
ndërsa sot, fal donacionës dhe punës së frejtërve, në bibliotekë gjenden tekste të shekujve 16 e 17, fondi i shkrimeve origjinale të Shtjefën Gjeqovit, dorëshkrimet të A. Gjergj Fishtës, A. Zef Plumit, A. Daniel Gjeqaj, A. Paulin Margjokaj, A. Viktor Tolaj, Tonin Zades, Palok Kurtit e shumë të tjerë. Në 16 dhjetor të 1946-ës, krahas arkivit u sekuestrua edhe biblioteka. Një pjesë ka përfunduar tek biblioteka kombëtare, njëra tek Marin Barleti, ndërsa në persona privat, një pjesë tjetër, sipas dëshmive me pretekstin për të bërë letër, ka shkuar në Jugosllavi. Monsinjor Luciano Agustini ka dhuruar librin e Hanit, albanologu të parë, i cili përkiste Shtjefën Gjeqovit, me firmë dhe dedikim të tij që i përkiste bibliotekës franceskane. Këtë e gjeti në Zagreb në një librari të librave antik, ku e ka bler duke parë rëndësinë, pasi ka parë edhe dedikimin por edhe vulën e bibliotekës franceskane. Biblioteka franceskane ka patur fatin e mirë që kanë jetuar e kanë dalë në mërgim 3 frejtër, Padër Jak Marlekaj, Padër Daniel Gjeqaj dhe Padër Paulin Margjokaj. Ato me qëllimin e mirë kanë nisur të mbledhin libra, me idenë të rithemelojnë bibliotekën franceskane në Shkodër. Sot i tejkalojnë 12.000 vëllime. Sot kuvendi franceskan nuk është më ai tempulli i dijes, megjithëse dyert i ka të hapura për studiuesit. Në kuvendja 22 frejtër nga 70 meshtar dhe 30 student që numëroheshin në vitin 1946. Jeta një franceskani nuk ka ndryshuar që nga dita kur historianët përmendin si datë të nguljes të bijve të Shën Franceskut në Shqipëri, vitin 1240. I njëjti zhgun, i njëjti vetmohim. Jetojnë sipas shembullit të bashkësisë së parë të krishterë, ku murgjit duhet të jenë një zemër dhe shpirt i vetëm, e pastaj me këtë shpirt dalin jashtë kuvendit për t'ju shërbyer grigjës së tyre. Para pak ditësh në qytetin e Shkodrës u organizuan aktivitete për 100 vjetorin e botimeve franceskane. Shtypshkronja franceskane A. Gjergj Fishta është e para shtypshkronjë pas pavarësisë, e cila në fakt botoi rreth 400 revista e shumë vëllime të tjera të poetëve të njohur shqiptar si Fishta, Padër Justin Rota, Padër Anton Harapi, Daniel Gjeqaj e shumë emra të tjerë, të cilët në fakt botuan veprat e tyre te kjo shtypshkronjë. Gjithçka në lidhje me konferencën shkencore që u realizua pikërisht për 100 vjetorin e botimeve franceskane, diçka në lidhje me pasurinë e madhe që fshet biblioteka franceskane brenda saj, por njëkohësisht edhe me punët e ardhshme të provincës franceskane, do të jemi në një intervistë me Padër Vitor Demaj. Nëntori është edhe muaji kur do shënohet 100 vjetori i shtypshkronjës franceskane. Ndërkohë, ju i keni paraprirë kësaj date me aktivitete të ndryshme. Keni realizuar një konferencë, ka pasur edhe një ekspozit të disa materialeve nga kjo shtypshkronjë. Na trego diçka më tepër në lidhje me këto aktivitete. Në vitin 1916, Fretnit, kryesisht Padër Gjergj Fisha me Zot Vincenc Spernushin, prunën Shkodër, shtypshkronjën franceskane, disa makineri me nimen, pra me një financiare që në atë kohë e dhanë austro-hungarezët, makinerit i morën prej Bosnjës dhe i instaluan në një lokale të kuvendit të Gyhadolit, ku ne po flasim në këtë mjedis këtu, instaluan makinerit dhe me datën 5 dhjetor u botu numri i parë i postës së Shqipnisë, pa Gazeta Posta e Shqipnisë, për i kësaj shtypshkroje. Këtë vit i bjen që t'jetë 100 vjetori i kësaj shtypshkroje, ne organizume 2 ditë, e mendume ditën e parë një konferencë shkencore, ditën e dytë dhe promovimin e librit 100 vjet botime franceskane, pra një VMC, që është në atë kohë, 1916 edhe deri sot. Shtypshkroja në atë kohë nuk ishte, do të thënë, e rrallë, sepse ekzistojshin 2 shtypshkroja ma përpara, do të thënë, dhe ishin aktive shtypshkronja e Etërmi Jezuit, e Zoës Papërlyme, edhe shtypshkronja Nikaj, e themeluar prej Domnoc Nikaj. Kryesisht Fretit i botojshin ma përpara librat në këto 2 shtypshkroja, edhe në Zarë, e kanë botu, në Zarë të Kroacisë, edhe në Sarajevo, pra të Bosnjës. Në atë kohë, momenti që ushtria austro-hungareze, pra komanda e nalt, ju paraqiti këtë rast Fretenve, Padër Gjergj Fishës, për me pas një shtypshkronjë,
nuk hezituan, pra pranun këtë propozim edhe u instalu shipshkruaja në Shkodër, sepse vërtet në vitë shipshkruajnës nuk ishte thjesht me instalu disa makineri, por se mrapa saj, Fretnit kishin një program të qartë kulturor. Pra kishin një qëllim në vetvete. Një qëllim vetvete. Ishte një larg pamësi për me në vitë shipshkruajës me kriju vërtet një kultur, me pas botimet e tyne, me pas revistat, me pas librat, sepse përveç se shpeshherë shtypi ka pasra prej e politikave të ndryshme që kërkojshin me atë frymën shtypit. Me pas një shipshkruaj personale, pra me pas një shipshkruaj si provincë, do thotë edhe me pas e liri botimi. Liri fjale, liri shprehjet, me shpreh menimin e vetë, me pak shpenzime, ndoshta jo shumë, por me pak shpenzime, me botu, sikur se është botu në shipshkruaj Hylli Dritës, Zani Shtanor, revista Zani Shtanor, edhe botimet e tjera të ndryshme. Pra ishte. A mund më përmendni ndonjë nga botimet më të njohura që kanë dalë nga kjo shipshkruaj? Po, ka pas, janë kënë disa botime, do më thënë, deri në 45 në këtë shipshkruajin franceskane janë botu ma shumë se sa 290 tituj librash. Dhe ndër këto, libra nuk janë kënë, libra do si do, por sot për sot njihen ndër kryeveprat e lehtësisë shqipe. Mund të përmenim për shembull punimet, botimet e Imzot Vicenc Spernungshit, studimet historike të Padre Marin Sirdanit, vepra e Padre Anton Harapit, mund të përmenim kryesisht, do thonë edhe kryeveprën e Padre Gjergj Fishtes, Mrizi Zanave, Valli Aparritit, por sidomos Lahuta e Malësisë, dhe veprat e tjera dramatike, pra krijimet e Padre Gjergj Fishtes. Do thonë ishte një mozaik i madh, i larmishëm i veprave të franceskanëve. Natyrisht në atë shipshkruaj ka pasur botime të karakterit teologjik, ku dhe nëmjet tyne botimeve është formuar edhe fjalori, mund themi, teologjik, fjalë të rralla që fillon në kodifikimi i tyne. Pra, ka pas numër të madh botimesh, të cilat sot njihen me plot binje, në kryeveprat e lehtësisë të gjuhës shqipe. Studimet e Padre Justin Rhodes, një tjetër autor mjaft i njoftun, pra veprat e tij janë botuar në shipshkruajin franceskane. Kjo shipshkruaj i ditë fatit tashmë në 45-ën vjen ai shtetëzimi i quajtur edhe pse grabitja me dhunë e veprave të autorëve franceskan, mbyllet shipshkruaja, mbyllet i liceu, shkrihet gjithçka praktikisht. E në vitin 1990 ringjallët edhe një herë, do të thonë me kontributin e Fretenve. Edhe me lirinë e besimit. Me lirinë e besimit, do thonë, edhe pse për 4-5 vjet gjithçka ishte pa me urrëtie, ishte ndryer në për ato bodrumet e errta vepra franceskanëve, shipshkruaja krejtësisht shkatërume, i inat, i papam. Në mas viteve 90, sigurisht ringjallet, do thonë me hapjen e kishave, me fillimin e emisionit të provincës franceskane shqiptare, me Freti që i pështu në gjallë në këta, ki kryesot e Padre Zef Plumi, me nimin e misionarëve të ardhën për jashtë shtetit, filloi edhe ringjalla jo vetëm shpirtërore, por edhe kulturore, me botimin e Hyllit Dritës, krijimin e një shtëpie botuese, mund të themi, të botimit të Hyllit Dritës, si sot e Padre Zef Plumi që botoi Lahutën e Malësisë, botoi ëndrrën e Pretashit të Padre Anton Harapit, pra botu disa vepra, deri edhe me themelimi masënej shtëpisë botuese, botime franceskane, e cila vjen sot ka marrë përsipër edhe këtë mision, pra edhe ribotimin e veprave të franceskanëve, por edhe botime të veprave të reja, të studiuesve të ndryshëm, vepra të karakterit gjuhësor, të karakterit historik, përkthime historike, gjitha pra vepra që kanë të bëjnë në vërtet me kulturën edhe me jetën pra kulturore e jetën shpirtërore të popullit tonë. Këto vepra, a i rezistuan mjaftueshëm atij natit atyre bodrumeve që ju përmendet? Po, sa ka mbetur nga kjo pasuri e madhe? Fatmirësisht, mund të themi fatmirësisht, kur unë e përdori këtë term edhe pse ndoshta duket pak saktë, por kur grabit me dhunë vepra franceskanëve dhe u shkatërrua gjithçka në mënyrë të qëllimshme, fatmirësisht një pjesë e arkivit, një pjesë e këtyre veprave kaloi në bibliotekën Marin Barleti, në bibliotekën kombëtare, në arkivin kombëtar dhe fatmirësisht ashtrujt në sajt e disa personave të cilët e njihshin edhe rëndësinë e veprës së franceskanëve, ishin rëndësinë, vlerën e këtyre botimeve.
Pra kjo mënyrë kesh një gjë e bukur, spaku ta rrujt një pjesë e këtyre veprave. Një pjesë është shkruajtur ndër njerëz kështu privat, cilët edhe na kanë dhuruar ose i kena në veprat e tyre, pra edhe i kena pas fatin edhe me rimarrë edhe një herë në bibliotekë. Por shumë prej këtyre veprave thash janë torturuar në mënyrë më barbare. Do në mënyrë më barbare, dhe janë i ka kap lagështina, i ka kap, do thonë kanë psu, libri ka psu një vujtje vërtet madhe, mund ta përdori libri sepse vërtet një vujtje, për arsye sepse autori që ka shkruajtur librin është i pranishëm libër. Dhe libri vund sikurse edhe autori, për 4-5 vjet libri i franciskanëve, botimet e franciskanëve, të jezuitëve kanë psu një torturë, një kalvar të papam. Fatmirësisht një pjesë është shtrujt, një pjesë është shkatërruar, një pjesë edhe e kena ne këto të ruajtur në bibliotekë. Sa vëllime kanë mbetur në këtë bibliotekë? Sa pasuri ka brenda? Po, kjo është një temë tjetër në krahasim me atë çka folëm më përpara, por gjithsesi këtu ka një numër të konsiderueshëm, do të thënë botimeve të ndryshme, të vjetra, antike, pra botimet. Çfarë ka nga botimet e vjetra konkretisht me tituj? Po, këtu ka botime që në vjetin 1500 botime të vjetra, histori përkthime pra të historisë së Skënderbeut në gjuhën italiane, botume në Venecia, botime të ndryshme që shekullin 16, 17, 18, janë botime të cilët janë rujt prej 3 fretënve që kanë jetuar jashtë shtetit, të cilët mërgim kanë jetuar në kohën e komunizmit, e falënderoj Zotit ata edhe pse kanë vujt, por kanë kriju në 3 biblioteka të famshme që sot janë bashkuar me bashkë dhe kanë kriju atë bërthamen e bibliotekës së dikueshme franciskane, e cila vjen dita e ditës duke u shtu me libra të ndryshëm. Kjo është libra antik, kjo është libra dhe sidomos edhe libra të viteve 30, pra botimet e shqipshkruese, botimet të ndryshme, pra që kanë bajnë pikërisht me kulturën aty në viteve që është e pazëvendësueshme sot e kësaj dite si kulturë, si zhvillim, si ide, pra kultura e viteve 30 me kontributin e madh të franciskanëve e natyrisht pse jo edhe sigurisht dihet tashmë edhe të jezuitëve. Ndërkohë franciskanët kanë edhe një librari e cila me sa duket po ndihmon që gjithë thesarin e kësaj biblioteke ta bëjë disi të prekshëm edhe për masat më të gjëra të popullsisë, apo jo? Po, shtëpia botuese franciskane thash ne me atë buxhet, me atë fond financiar dëvorfën që kemi, e kanë ndarë një pjesë të këtij fondi për me bë botime të ndryshme, pra në lamin kulturor, në lamin historik. Botime të cilat praktikisht edhe ndikojnë dhe fuqishëm në formimin e mentalitetit dhe në edukimin e popullit tonë. Libraria në këtë rast është konceptuar thjesht shitje, me shitlibe se sa dhe një paraqitje mund të themi edhe kulturore përballë publikut, përveç bibliotekës. Edhe natyrisht lexuesi mund të shoh, mund të prek botimet e reja franciskane, botimet e ndryshme që ishin të ndaluar në atë kohë me ligj prej sistemit të asaj kohe. Dhe mund të krijojnë edhe idenë. Cilat mund të jenë konkretisht disa nga këto tituj që ja vlen të shikohen nga masat e gjërat popullsisë që mund gjenden në librari? Ne për shembull në botimet tona kemi nxjerr, do të thonë më shumë se sa botu e ribotu, më shumë se sa 70 vepra. Një vlerë të madhe që kanë botimet tona franciskane sot që vjemësi e botimeve e shqipshkrues franciskane janë visarët e kombit. Kanuni i vepra Shifrin Qeqovit, vepra plot, mund të themi pothuajse plot e Padër Justin Rrotës, studime gjyqësore, Marin Sirdani, Padër Gjeç Fishta, Padër Anton Harapi, gjithë veprat e këtyre franciskanëve të asaj kohe, të cilët sot është të mundur çdo njeri, çdo studius mund t'i ketë në dorë, mund t'i konsultojë, mund t'i shfletojë. Natyrisht edhe botimi i Hyllit Dritës, studimi filologjike të autorëve jo franciskan, por që ne i kemi botu pra të shtëpia pra të botimet franciskane. Mendoj se
ky kontribut është i shihet, është i prekshëm, edhe shpalos edhe të mund të themi të ringjallje të vështirë që erdhi mas viteve 19 të traditës franceskane. Dhe kjo fal punës së madhe të Padre Zefplumit, të Padre Jak Marlekajt, Padre Daniel Gjeqaj, Padre Polimar Gjokaj, i cili ka vdek në 1975, por të tre të tjerë të franceskanë ka vdek ma vonë, fal punës tyne, vullnetit tyne, dëshirës tyne, është ripërtëri, është ringjallë një herë, dhe pse jo me hapët të dikurshëm, se është e pa mujtun, pse koha, mjedisi janë tjetër në krahasim me atë periudhë. Aktualisht ju po merreni me disa punë të Padre Anton Harapit, nëse s'gabohem. Mund na tregoni diçka? Është me shumë interes, edhe Padre Anton Harapi, edhe vepra e tij. Po, ne aktualisht në botimin franceskane kena në proces. Po butojmë, përpara Anton Harapit do të butojmë edhe në kudesin e ka përgatitur edhe studiuesi i njoftën Ashma Vili Kamsi veprën poetike të Luigi Gurakuqit, do të dalë besoj më në 2-3 ditëve. Natyrisht do të kulmoj në këtë vit botimet, shpresojmë më në pak ditëve, shpresojmë edhe të nxjerrim veprën e Padre Anton Harapit, prozën të plot, edhe studimet historike të Padre Marin Sirdanit. Pra, në dy vepra të cilët janë shprehja më e bukur e kontributit franceskan pra të viteve 30. Natyrisht, proza e Padre Anton Harapit është jo vetëm e nevojshme, por e domosdoshme për edukimin, për mentalitetin, për formimin pra e popullit tonë në gjitha aspektet. Nuk është një prozë, do të thënë prozë që në gjejmë kulturë, gjejmë dije, gjejmë edhe polemiken, kuptojmë edhe atë filozofinë e Padre Anton Harapit, pra shpirtin e tij franceskan e shpirtin e tij advetar. Ndërkohë, aktualisht në bibliotekë, keni një numër të caktuar se sa vëllime ndodhen, çfarë ka ndonjë vëllim më të veçantë që ruhet këtu në bibliotekën tuaj? Nga fishta, nga nuk e di, çfarë mund të ketë diçka më të veçantë që ruhet këtu në bibliotekën tuaj? Po, në bibliotekë butimet veçanta ka sa dush, shplot të butimet veçanta, sepse janë butimet rallat, se mos butimet e viteve 30 nuk gjenden më sot. Na thoni diçka më konkretisht edhe për publikun që na ndjek. Po kena butime veprat origjinale të Padre Gjegjë Fishtes, gjitha, pothuajse, origjinale. Qysh në butimet e para të tij, e deri te butimi i plot i Lahutës Malësisë i vitit 1937, butimet e Padre Anton Harapit, butimet e Padre Marin Sirdanit, po dhe butimet atorëve tjerë, butimet origjinale të Naim Frashnit, butimet e albanologëve të shumë, vepra Hanit. Pra në gjitha këto butime, gjitha këto libra të rrallë, cilët fatmirësisht gjenden në këtë bibliotekë, edhe pse shumë prej tyre janë ribotuar sot vjen, por ato kanë rëndësi për lashtësinë e tyre, për antikitetin e tyre, sidomos për historinë që ato kanë kriju vetë si vepra dhe historinë që ato kanë kriju ma vonë, pra në mendjet e Adzef Plumi, la pas dy vepra shumë të rëndësishme dhe me bindur shumë të njohura për ju, rëno për me tregu dhe histori kurreshkrume. Në fakt është i njohur aspekti letrar dhe historiografik këtyre dy veprave, megjithatë, aspekti gjuhësor është një temë disi e paprekur, një temë e pashkelur. Kështu për Star Plus, Orjeta Dushi na ka treguar për një studim të saj pikërisht në lidhje me këtë aspekt, me aspektin gjuhësor të këtyre dy veprave. Bëhet fjalë për studimin fjalësi i Adzef Plumit, i bazuar pikërisht në vepra të rënopër me tregu dhe histori kurreshkrume. Është kënaqësi për mua të flas për Padre Zef Plumin si fundit i shkollës franceskane, nder dhe përgjegjësi njëkohësisht. Profesoresh, pse pikërisht një temë e tillë? Pse pikërisht një studim i tillë? Studimi përket rrafshit gjuhësor dhe vepra monumentale Adzef Plumit, rëno me tregu dhe histori kurreshkrume, na paraqet gjuhën në
dy variante, një gjuhë në gegërishte dhe një gjuhë në standard. Ndeshemi me fjalë dhe shprehje që Padërzefi i përdor në të dyja format. Kjo ka lidhje me kalvarin e vujtjeve dhe të mundimeve të tij, me atë jetë që ka shijuar lirinë e shpirtit kur ishte nxënës i fretënve, nxënës i padërfishtës, me dhimbjen shpirtërore gjatë asaj periudhe që ai rënoi për me çuar misionin fund, dhe me thirrjen shpirtërore me periudhën pas pranardhjen e demokracisë në lirimin e fesë, ku thirrja shpirtërore e Padërzef Pllumit ishte kthimi pranë bibliotekës me hapjen e revistës Së Yllit të Dritës dhe punën që e vijojnë sot fretnit franceskan me shumë përgjegjësi. Cili është fokusi kryesor apo leitmotivi i këtij ponimi? Sot gegërishtja po bëhet si një trendi në të gjithë letrarët e ri, tek ato që përpiqen të kenë krijimet e tyre në gjuhën e zemrës. Ne për vite me radhë kemi shkruar në standard, e respektojmë standardin si një gjuhë e komunikimit mbarkombëtar, është një vlerë e shqipes, por shpeshherë shumë fjalë na dalin në gegnisht, në atë formë ku sparit nana na ka fol. Dhe duke pas për parasysh përpjekjet e letrarëve të ri për të shprehur lirë mendimet e tyre, duke mos pas një gramatik të standardizuar të gegërishtes, pra ku secili prej nesh përpiqet të shkruajë në një formë gege ashtu siç e mendon. Mendoj që fjalësi mbi veprat e Zef Pllumit sjell jo vetëm pasqyrim gjuhësor të një gjuhe që thash është ndërmjet shqipes gege në shumë vite dhe shqipe standarde të imponuar për të nështruar sistemit nga Padërzefi. Them që ka vlerë sepse sjell modele të fjalëve, sjell fusha leksikore, sjell huazime, dhe gjitha kjo është një pasuri e Padërzefit. A mund të themi se përderisa nuk ka një gramatik të standardizuar të gegërishtes, a mund të themi se vepra të tilla si kjo e Padërzef Pllumit janë burim i një gramatike të tillë? A mund të jetë kjo zanafilla e një gramatike gegërishte? Jo, kjo është vetëm një pasuri leksikore. Gramatika mbështetet mbi bazën e rregullave. Unë sjell vetëm shembuj, format fjalëve gege, pasuroj leksikon, sepse studimi mbështetet më shumë në leksikologjin, leksikografinë e shqipes, pra është një pasuri e një gjuhe që koha dhe fshin, por në qoftë se gjuha mbetet e gjallë nëpërmjet formës së shkruar, ajo dokumentohet, ajo studiohet dhe kur studiohet sjell mëne rregullat dhe standardizimin e një varianti dialektor. Studimet të tilla në fakt do të shtoni diçka. Unë desha të përmend Padër Justin Rrotën, me shumë respekt për veprën e tij, gramatikën e gjuhës shqipe, literaturën shqipe, që janë qenë si tekste bazë të shkruara në gegërisht. Edhe Padër Justin Rrota i përket shkollës franceskane, dhe për të rikthyer shpeshherë krahasimeve fonetike më shumë, sepse gegërishtja ka dallimin kryesor me standardin, dallimin kryesor me dialektin toskërisht nëpërmjet sistemit fonetik, në ndryshime nga më të dukshmet, që bëjnë qartë diferencën. Mirë, po vetëm vepra e Padër Justinit e sjell një farë standardit gegnisht. Por është shumë e largët në kohë, sepse sot shkodranishtja, gegnishtja është sjell me shumë risi. Sidomos nga brezet e ri, gjuha gjallon bashkë me shoqërinë. Ndërkohë, në punimin tuaj ka pjesë, po them, të posaçme në lidhje me dialektizmat, apo jo? A mund na tregoni diçka më tepër, gjithmonë duke referuar edhe veprave të franceskanëve patjetër? Pjesa dialektore e shprehur në veprën e Zef Pllumit ka të bëjnë më shumë me zanoret hunore, me theksin që ai e vendos në pozicione të ndryshme të fjalës, duke ndryshuar asaj kuptimin. Duhet të jesh një njohës i mirë i gegërishtes
më tepër i variantit shkodranishtes së vjetër, që të kuptosh se si shprehje frazeologjike, se si përdorime të fjalës sjellin ngarkesa emocionale, të cilat sot madje edhe kanë humbur. Kjo është ajo veçante që dialektizmat në fjalësin e Atzef Plumit janë pasuri leksikore, shfrytëzohen nga të gjithë shkrimtarët e rinj që mund të provojnë të shkruajnë në gegërisht. I duhet fushës e leksikut në studimin e termave, në jetëgjatësinë e tyre, në krahasimin e këtyre termave në fjalor të ndryshëm, sepse punimi bazohet mbi krahasimin e fjalëve të këtij fondi gjuhësor në me fjalorët e 1954, të 80-s, të 2006-s, të Akademisë së Shkencave, dhe kjo tregon për jetëgjatësinë e fjalës. Kjo është më shumë vlera që kërkoj të nxjerr në dritë me punimin tim me fjalësin e veprave të Atzef Plumit, sepse nëse një fjalë humbet, ajo ose do të zëvendësohet nga një huazim, ose do të harrohet. Dhe në qoftë se një gjuhë harrohet dhe historia e atij kombi. Kjo është vlera e punimit, që them të ringjallet një herë nëpërmjet gjuhës së shkruar, shprehje popullore, një gurë të pashtershme që shkodranishtia dhe gegërishtja runë si thesare. Thash runë si thesare duke theksu atë fondin e mrekullueshëm që në shumë fjalor madje nuk ekzistojnë disa forma të. Profesoresh, ju jeni në kontakt përditshëm edhe me studentët, edhe me pjesët e letërsisë, pjesë të ndryshme që studiohen. A mund të themi se për herë më tepër po humb interesin ndoshta për të studiuar më thellë gegërishten? A mund të themi kështu? Komercializmi, veprat me famë botërore, veprat viteve të fundit, po zbehin disi, po sfumojnë ndikimin e them veprat fishtës, frashërit, e Atzef Plumit e shumë të tjera. A mund të themi kështu? Ky është një problem që sa do të dëshirojmë ne që të jetë prezent në tekste, është një problem që vetëm ministria miraton ato lloj tekstesh që mund të jenë pjesë të autorëve të mëdhenj. Ajo që ne mund të bëjmë është vetëm nëpërmjet medias, ku rifreskojmë nëpërmjet leximeve, të poezive, të këtyre kolozëve të letrave shqiptare. Unë jo pa qëllim thash, në fillim e ndava në 3 periudha edhe jetën e Paderzefit në një paralelizëm me atë Gjergj Fishtën. Thash tek ajo thirrja shpirtërore. Pse? Është pjesa mrapa ku ai jetoi për pak vite, pas 90 ku liru feja, ku liru besimi, ku çdo gjë u bë më shpirtshme se sa ajo friga që na kallte shpirtin. Dhe kur them u bë për shpirtshme, sepse ne besoshim Zot dhe s'kishim frikë, më thënë. Ndërsa këtë Paderzefi e vendos si titull në veprën e vet. Rëno për me tregu, është një mision, është një betim që ai bën vetes. Rëno për me tregu çfarë? Jo me tregu vetëm kalvarin e vujtjeve dhe të mundimeve, por rëno me tregu punën e madhe që franceskant kanë bë nëpërmjet bibliotekës, në arkivin, në majtjen e shumë ritualeve të besimit të tyre, në përcjelljen e mesazheve për një shoqëri më të mirë. Mos harrojmë se janë 2 shkollat letrare, e jezuitëve dhe franceskanëve. Kur them shkolla, them që jo vetëm në edukimin fetar, por në një kulturë të përgjithshme, sepse franceskant kanë pas një kontribut në të gjitha fushat. Dhe të përcjellësh tek brezi i ri, një formim të përgjithshëm është vlerë për një shoqëri. Dhe unë jam e nderuar që punoj me frejtën, të cilët pavarësisht se ka vite që kanë shkputur kontaktin e drejt për drejt me jetën, ata në risjellin mesazhe çdo ditë. Më parë thatë se Atzef Plumi dhe shumë bashkohës të tij kanë bërë një punë të mrekullueshme për të na lënë ne disa gjurmë, jo vetëm të letërsisë apo të gjuhës, por disa gjurmë të historisë tonë si popull. Rëno për me tregu e shumë vepra të tjera. Ndërkohë, cila është detyra që na paraqitet ne sot? Për t'i ruajtur këto vlera dhe për t'i kaluar në gjenerata tjera patjetër. Është një problem që ka shumë kohë që njihet,
Sot brezi i ri përpiqet të duket vetëm duke folur në gjuhë huaj, vetëm duke përdorur shprehje të gjuhëve nga më të ndryshmet, duke i bërë ato si zhargonet të ditës, duke harruar që një këmbë mbahet nga gjuha e tij. Dhe nëse ne mësojmë mirë shqipen, dim ta përdorim saktë atë, dhe më vjen keq se sot është një problem që duhet të rikthehemi me forcë mësimit të shqipes, atëherë do të jetë një këmbë që ja vlen për të nderuar ashtu siç është nderuar ndër breza, sepse të tjerët nuk kanë nevojë për ne. Unë përsëris një thënie të profesorit tim, sepse të merresh me studime të tilla nuk është një përpjekje personale, është një përgjegjësi dhe një besim që me respektin më të madh i përulem profesorëve të Institutit të Studimeve Albanologjike, të cilët kanë besuar te unë një mision të tillë, dhe me shumë respekt, kur ishim student, na thonte, në jetë ekzistojnë dy gjuhë, gjuha e nënës dhe gjuha e bukës, që janë të dy armë të forta të individit. Gjuha bukës për të mbijetuar, ndërsa gjuha e nënës është ajo që të ndjek edhe kur ti nuk e ke dot mendjen në asnjë situatë. Pra unë këtë them, gjuha e nënës të jep identitet. Dua të rikthehem tek punimi juaj sërish. Në fakt e cek këtë disi, por cilat janë vlerat gjuhësore të dy veprave të Atzef Plumit? Konkretisht. Atëherë, veprat e Atzef Plumit sjellin një pasqyrë leksikografike, pasqyrojnë gjendjen gjuhësore të izoluar brenda individit. Gjendja gjuhësore, thash, është ndërmjet standardit dhe gegrishtes. Paderzefi i përdor të dyja format në komunikimin me lexuesin. Prandaj është përgjegjësi për mua që t'ia bëj sa më të thjeshtë lexuesit ndër breza, format gege dhe përqas tyne edhe standardin. Studimi ka vlera sepse pasuron fushën leksikore të gegrishtes, sjell thash atë gjendjen që ishte në një gjuhë. Thash, nëse ne nuk dokumentojmë, ne harrojmë dhe kalon çdo gjë në një mjegull. Nëse nuk do të kishim mrekullisht lahutën e malësisë të fishtës, ne nuk do të njihnim dot vlerën e papërshkrueshme të artit fishtian. Kështu është gjuha, duhet dokumentuar, dhe çdo gjë që dokumentohet ruan vlera të përjetshme. Në këto vlera, mendoj që edhe studimi im, i cili e analizon gjuhën në rrafshin fonetik, pra i jep jetën e fjalës. Ajo fjalë si është trajtu, ajo fjalë a ka pas zhdukje sepse është zëvendësuar me një huazim, ajo fjalë a ka mujt me qëndru sistemit 50 vjeçar, dhe sot a ka përdorim ajo fjalë. Pra ne mësojmë vetëm një gjendje gjuhësore. Pra nëpërmjet punimit është hera e parë që bëhet një studim i tillë. Veprat e Atzef Plumit janë studiuar në rrafshe nga më të ndryshmet, në rrafshin historiografik, në rrafshin politik, por në rrafshin gjuhësor, ky është punimi i parë. Ndoshta edhe më i rëndësishmi, pasi rëno për me tregu, ndoshta kjo është ideja që edhe rrot për të treguar atë çka ka kaluar e vuajtur, por mbi gjitha që të mbesi një gjurmë me historisë për vazhdimsinë si një dëshmi. Po. Dëshmi monumentale, veprat janë dëshmi monumentale. Shumë studius me rasa mermerit kanë gdhem figurat e fretenve. Nëpërmjet studimeve të tyre kanë arrit të na përditësojnë kontributin e tyre si atletar, kontributin e tyre në fushën e dijes. Dhe këtë kontribut duhet që t'ia trashëgojmë brezave. Në vlerësimin tuaj, cili është ndikimi i franceskanëve në tërësi tek rrafshi gjuhësor, pasi dëgjojmë shumë për pjesën për rrafshin letrare dhe historiografik, po gjuhësor? Unë mendoj se asnjë prej shkencave tjera nuk do të bënte pa pasur rrafshin gjuhësor. Sepse nëpërmjet gjuhës shprehet qëllimi, shprehet ndjenja, dhe është kjo gjuhë që franceskanët kanë ditë ta ruajnë dhe po e pasurojnë përsëri me revistën Hylli Dritz, me nëpërmjet studimeve mi, veprat e franceskanëve, në konferenca nga më të ndryshmet në 100-vjetorin e shtypshkronjës franceskane që para pak ditësh në një konferencë shkencore, kështu që gegnishtja dhe kontributi franceskanëve vazhdon të jetojë së bashku me zhvillimet
e vrrullshme të një shoqërie që i përket më shumë teknologjisë se sa komunikimit. Po para pak ditësh ishte edhe një aktivitet në lidhje me 100 vjetorin e bibliotekës franceskane. Ju ishit e pranishme. Kishit edhe në 100 vjetorin e shtypshkronjës franceskane. Po isha e pranishme, ishte një kënaqësi të ndash me studiuzëve. Interesa, kuriozitete, zbulime të reja, sepse konferenca përfshinte të gjitha fushat, jo vetëm kontributin e franceskanëve në letërsi, në gjuhë, por edhe dëshmi arkeologjike, të cilat vinin si risi dhe dëshmonin se sa është e lashtë kisha franceskane, sa është i lashtë kontributi i tyre në jetën shoqërore. Është një pasuri. Unë njihem me një përgjegjësi kur them që është punimi i parë dhe është një përgjegjësi të marrësh një iniciativë të tillë. Uroj që të ketë shumë të tjerë studiues që do të merren me punën e mrekullueshme të fretën, me punën e dokumentuar nëpërmjet veprave. Ju kur zgjollët të bëni pikërisht këtë studim, kontakti i parë fizik po e quaj unë, me veprat, me bibliotekën, ishte i pritshëm apo ishte diçka më e mrekullueshme? Nuk prisnit kishte diçka kaq të mrekullueshme në të? E nderuar, fushës studimit unë kam vite që kam hyrë, edhe nuk ishte risi për mu kontakti as me bibliotekën, as me veprat e fretënve. Por në çdo moment që ti ju përkushtohesh për të nxjerrë të veçantën, për ta risjellë atë në kohë, njihesh sikur po gjen diçka të re të pathënë, të panime. Për të vetmen arsye, sepse Biblioteka Franceskane është një fond që shfrytëzohet vetëm në bibliotekë. Është një fond i rrallë që nuk mund ta gjesh do kudo. Dhe sa më shumë të gërmosh në një shpellë për të gjetur në një thesar, gjen brenda saj shumë margaritar. A mund të them, duke qenë se ju nga afër keni studiuar po ari përsëris dy veprat e Atzef Plumit, a mund të them unë edhe kushdo tjetër se Atzef Plumi është një fenomen? Atzef Plumi është vazhd e shkollës së franceskanëve. Është nxënës i Agjërfishtës. Atzef Plumi vlerësohet sepse na risjell gjuhën në kohë kur çdo gjë mund të ishte zhduk. Ashtu siç janë zhduk shumë monumente dhe ne jemi një brez që kemi përjetuar ndryshimin e kishave në pallatet e sportit ose të institucioneve kulteve fetare në institucione shtetërore, ndërsa Atzef Plumi me veprën e tij na e ringjall edhe një herë kujtesën. Prandaj them është më shumë veprat e tij janë më shumë që përkasin historiografisë, ndërsa studimi i përket planit gjysor, që do të thotë gegnishtja, kur ngulet tek njëri dhe është pjesa kur Atzef Plumi ishte nxënës, gegërishtja kur ruhet fshehtas për të zhdukur inekzistencën e saj, sepse dominonte standardi, dhe kur gegërishtja merr formë, merr frymë dhe risjellet më parë nëpërmjet forcës së shpirtit, tek veprat e Atzefit dhe mandej nëpërmjet gjakut të ri të letrarëve, shkrimtarëve të ri sot. Ndërkohë, a mund të themi se dëshira sot e shkrimtarëve të ndryshëm, poetëve të ndryshme për të shkruar në gegërisht është thjesht një tentativë? A mund të themi kështu? Nuk them se është tentativë. Sot jemi lirë dhe çdo kush bën ashtu siç e ndjen. Kontribute duke i barëspeshuar gjithmonë me veprat e tilla si të Atzef Plumit e shumë tjera franceskanëve. Veprën e Atzef Plumit e ka vlerësuar historia, ndërsa kur ne krijojmë në gegërisht, jemi herët për të shpresuar se sa mund të qëndrojmë në kohë.
Unë i referohem vetëm padërfishtës, kohës kur ai ishte deputet, kur ai ishte drejtori i shkollës së franceskanëve. Kohës kur ai u zhduk si libra të verdhë unalu, njohja e artit të magjishëm të tij, dhe kohës kur ai u ringjall përsëri. Pra këto vepra kanë rezistuar fort të 3 kohëve të ndryshme, me secila me pengesat e saj. Kjo është prandaj një paralelizëm me Pader Zef Plumin, duke e shtri në jetën e tij kur ishte i ri, kur mes vujtjeve shpirtënore dhe fizike arriti me pru misionin, rëna me tregu, dhe më pas kur rrfeu atë për ne. Kur them e ka rrfy, sepse shumë të ri sot nuk e ka njoft periudhat historike të më përparshme, janë breza që pak lexojnë me librin dhe të sjellura në një përmbledhje. Ata vinë më fuqishëm, vinë më preks se sa në një libër historiet, sepse magjia e Pader Zef Plumit është që në komunikimin autor-lexues ai të bën prezent. Kur lexon veprat e Pader Zef Plumit dukesh sikur e ke në një intervistë. Edhe vetë gegërishtja në brendësi të saj ka disa, po i quaj unë, sektor të ndryshëm, nga Shkodra, ajo që është folur në pjesën e maleve, çfarë do të na thuash diçka në lidhje, duke qenë se e keni studiuar disi? Dialekti i gegërishtes ka një shtrirje gjeografike shumë të madhe. Në këtë shtrirje të folmet ose varietetet e gjuhës i përkasin shumë arsyeve fonetike që paraqiten nëpërmjet shkrimit të fjalëve. Gegënishtja e Pader Zefit është shumë afërt me shkodranishten. Dhe ky ishte detyrimi im si bie Shkodrës ta përcjell në formën e një studimi gjuhësor veprën e Pader Zefit. Studimi bazohet mbi të 2 vepra, të rënë me tregu dhe historikur e shkruame. Dhe materiali gjuhësor fle bashkë me kujtimet e Padrit dhe rizgjohen sa herë shfletohen faqet e veprave. Prandaj gjetja e materialit ka qenë në dorën time sa herë kam kërku që të nxjerr në dritë vlerat e kontributit franceskan. Por ajo që ka pas vështirësi është sjellja në formatin e një fjalësi, pasi është hera e parë që punohet fjalësi mbi veprat e Zef Plumit. Janë bërë studime mbi fjalësin e Ismail Kadares nga studiusja Natasha Sotiri dhe duke u referuar fjalorëve të akademisë, duke u referuar Natasha Sotirit me fjalësin mbi veprat e Ismail Kadares, duke falenderuar për këshillimin e her pas hershëm pa përtesë të profesorëve të mi që e mirënjohës, nuk e kam pas të vështirë, thjesht kam gjetë kënaqësi. Për të gjithë teleshikuesit, më konkretisht, çfarë është një fjalës? Fjalësi është tërësia e fjalëve të përdorura në veprat e Zef Plumit. Konkretisht për punimin tuaj. Ky fjalës është i ndërtuar në formatin e një fjalori, ku fjalët janë të renditura sipas rendit alfabetik, fjalët janë të shoqëruara me shemujt nga vepra, të cilat e bëjnë më të gjallë fjalën, sepse thash fjalët i përkasin gegërishtes dhe madje edhe janë të harruara për ditët e sotme. Fjalësi ka vlerë sepse fjala tregon një gjatësinë e saj duke u krahasuar me fjalorët e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Fjalësi ka vlerë sepse çdo fjalë shoqërohet me fushën e përdorimit të tij. Pra, edhe thjesht nëse në një nga fusha e mjekësisë, nga fusha e inxhinierisë, nga fusha të ndryshme të jetës, kërkon të referohet jetës e një fjale dhe mund ta gjejnë tek ky fjalor, sepse jeta e Pader Zef Plumit është një jetë monumentale. Është një jetë që sjell brenda saj edhe vujtjet, edhe gëzimet, edhe traditën, edhe kanunin, dhe brenda veprave të tij gjen një botë të cilën ke dasht dikush me ta rrëfy
për më ardhme njoftë shoqërinë e sotme. Studimi është një risi, sepse e shef veprën në një këndvështrim gjusor, analitik, në rrafshe të ndryshme, në format të ndryshme gramatikore të fjalës dhe përcjell emocione të shumta. Është thjesht një kurreshtje që besoj që gjithë secili nga shkodrant do të ketë dëshirë me shfletu faqet e tij. Le shpresojmë që sa më parë këtë studim ta kemi edhe në dorën e secilit prej nesh. Besoj se po. Studimi është drejt fundit dhe do të jetë një botim i shpejtë. Do jemi sërish në Star Plus, profesoresh, edhe në vazhdimsi për shikuar se si shkoi prezantimi i këtij punimi edhe mbi të gjitha le të shpresojmë që të jemi në studio me punimin dorë të botuar. Të falenderoj për kurreshtjen që patën në fillim për të studiuar veprat e franceskanëve dhe sa ato po marrin forcë në ditët e sotme. Kontributi i tyre është një kontribut që duhet për të lartësuar. Nuk ishte si t'ishte një mbyllje më e bukur e kësaj interviste, unë ju falenderoj shumë që ishe me ne për të na treguar mbi këtë punim edhe mbi të gjitha për të folur për një temë kaq të bukur edhe kaq të paprekur. Faleminderit. Ishte kënaqësi që jam pjesë e studios tuaj. Ishte kënaqësi që punimin tim e bëj të njohur për shkodranët. Është nder dhe përgjegjësi dhe kënaqësi e dyfisht që kontributi franceskanëve ringjallet me forcë, jo vetëm nëpërmjet revistës Ylli i Dritës, por edhe nëpërmjet studimeve në rrafshe të tjera, dhe besoj që kënaqësia do të jetë në fund kur të botohet. Ju faleminderit juve. Në fakt kjo ishte shumë pak nga ajo çka mund të thuhet apo çfarë mund të dihet nga vepra e franceskanëve. Është një thesar i paçmuar i historisë sone, e cila në fakt duhet shumë kohë për ta studiuar. Megjithatë, shpresojmë gjithçka ju kemi treguar sonte në këtë puntat të parë të Star Kult të ketë qenë risi edhe diçka e bukur për ju. Faleminderit që ishit me ne. Mos harroni të premten e ardhshme në orën 21.